Skena e teatrit Migjeni në Shkodër mirëpriti premierën duke pritur Djalin, një komedi absurde që vë përballë dy breza dhe sfidat e një shoqërie në tranzicion. Me tekst të Lorin Terezi dhe në regjin Anila Ballës, kjo vepër gërsheton të qeshurën me reflektimin e thellë mbi problemet sociale dhe ekonomike. Dy prindër, një pritje gjatë dhe kërkesa krejtësisht të ndryshme. Kjo është bërthama e shfaqjes, ku në qendër të veprës janë marrëdhëniet e ndërlikuara njerëzore, problemet e përditshme nga ato ekonomike deri tek trysnia shoqërore, ndërthuren brenda një kornize absurde. Aktorët Merita Smaja, Astrid Fani dhe Marcel Papleka sjellin kontrastin mes dëshirave të prindërve dhe realitetit të djalit, duke e kthyer pritjen në një pasqyrë të shoqërisë tonë. Mendoj që vjen pak si pararoj e një reflektimi që duhet bërë patjetër për përballjen me inteligjencën artificiale, që tani edhe pse ka vite që është mes nesh, është e nevojshme që të nisi reflektimi për ta pranuar si pjesë tonën edhe për të vendosur kufijt mes vetes, mes sociales edhe mes krijimeve tona, objekteve që ne kemi krijuar për të shfrytzuar ato. Unë mendoj që nuk është punë pranimi më shumë se nuk ka çfarë të bëjmë më, ajo është shumë prezente në jetën tonë, domethënë është shpëtimi jonë, por njëkohësisht ajo që mendoj duhet reflektuar është dorëzimi vullnetar që i bëjmë ne inteligjencës, ne dorëzohemi. Ndjesia dihet se si është, domethënë që është emocion i madh, është punë e palodhur që është bërë, janë vetëm 3 personazhe, kështu që teksti është i ndarë të 3 personazhet, janë karaktere të cilat janë të ndryshme, por mendoj që spektatori e priti mirë, sepse edhe fjalët e fundit që thanë edhe që kur na takuan ishte mendimi që është një pjesë e cila ka problemet e familjes, që i flet familjes, i flet njerëzve sot në ditët e sotme, se si mundet ta kapërcejnë dhe si mund të zhvillojnë një jetë, domethënë jo si e kemi bërë dikur vetëm brenda familjes dhe diskutimet janë atje, por tashti ndërhyn inteligjenca artificiale, e cila kjo është risia dhe kjo e bën edhe pjesën më interesante dhe i jep një kuptim tjetër. Si aktor është një risi, sepse edhe me sa di unë dramaturgjinë shqiptare është hera parë që përdoret inteligjenca artificiale si personazh në një dramë. Kjo bashkëbisedimi i përditshëm, inteligjenca artificiale është bërë pjesë e jonë e jetës. Pra duhet jetë edhe pjesë e skenës, duhet jetë edhe personazh. Është mekanizëm, edhe është ajo që rinin sot, ose ndoshta edhe më shumë edhe moshën e pak më të thyme, po i bën u ndiku shumë. Ky ishte personazhi im sot, i vështirë sepse i ka gjithmonë fjalët e përgatitjen, gjithmonë e ka gati me thënë, ti e pyet diçka që të fill një rresht, zot me gabu kurr. Ishte një rol i vështirë, besoj. Shfaqja u bë mundur falë mbështetjes së Fondit Kulturor Zviceran, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Duke pritur Djalin nuk është thjesht një komedi, por një ftesë për të parë veten në pasqyrë, mes të qeshurës dhe absurdit që na rrethon çdo ditë. Kjo shfaqje do të vijë edhe mbrëmjen e 3 shkurtit në skenën e teatrit Migjeni.